Gjithçka nisi me një miqësi të fortë pas Big Brother VIP Albania 4. Fifi dhe Egli u afruan shumë dhe ndan jo vetëm skenën, por edhe projektet muzikore. Por tani duket se as miqësia dhe as bashkëpunimi nuk janë më në lojë. Sipas raportimeve në media, shkaku kryesor që i ka larguar këto dy artiste lidhet me mospajtime financiare. Fifi, e cila kishte rënë dakord të punonte këngët dhe klipet për Eglin, nuk ka pranuar përqindjen e kërkuar nga kjo e fundit për të ardhurat që do të vinin nga projektet. Ky mosdakordim duket se ka qenë vendimtar për krisjen e marrëdhënies mes tyre. Situata është bërë edhe më e dukshme kur nga YouTube është larguar edhe projekti i tyre i përbashkët Ku je nis dhe Shuj Shuj. Sherrin nuk përfundoi me kaq. Pasi u raportua që dyshja kanë prishur raportet, diçka tjetër ra në sy. Sipas fansave në Spotify, Fifi ka hequr emrin e Eglit nga kreditimet si bashkëpunëtore në këngët që lansuan së fundmi. Heqja e emrit nga metadata e Spotify nuk është një veprim i zakonshëm dhe tregon qartë se mosmarrveshja ka kaluar në një nivel shumë personal. Për ta shitutje, hatërmbetjet janë bërë vegël pune për fytyrat publike. Pas gjithë kësaj buje, për të marrë vëmendje, Fifi ripublikoi këngën me Eglin në platformat online. Edhe pse nuk pati suksesin që pritej, me këtë taktik duket se kanë dashur të jenë në qendër të vëmendjes. Pas 2 ditësh heshtje në rrjetet sociale dhe shumë zhurmë nga publiku, Egli ka thyer më në fund heshtjen, duke reaguar për herë të parë pas veprimit të Fifit që hoqi nga platformat online 2 këngët e tyre të përbashkëta, Shuj Shuj dhe Ku je nis. Në një status së gjatë dhe të matur, Egli sqaron se nuk ka asnjë përgjegjësi mbi këto projekte, pasi siç thot vet ka qenë thjesht e ftuar në këngë dhe nuk është autore apo poseduesja ligjore e tyre. Kënga është hequr për 2 ditë nga platforma YouTube me vendim të autores për shkaqe të sajat, ndaj edhe nuk kanë bërë asnjë ndërhyrje apo reagim, pasi që nuk janë materiale të mijat, thekson Egli. Me shumë kujdes dhe elegancë, këngëtarja lë topin të Fifi duke treguar se nuk ka qenë në dorën e saj as vendimi për fshirjen as rikthimi i tyre. Por pjesa më interesante mbetet fundi i reagimit të saj, ku ajo konfirmon një shkëputje të qartë nga Fifi në aspektin profesional. Kam vendosur me shumë respekt reciprok me Fifin, të shohim në një spektër më të gjerë, në mënyrë që asnjëra palë të mos ndikojë tek tjetra, përsa kohë të dyja i përkasin të njëjtës fushë, këndimit, thuhet në reagimin e Eglit. Drama vazhdon, por Egli të paktën për momentin e mban tonin të qetë dhe diplomatik. Tani topi është tërësisht në fushën e Fifit.